Unë nuk kam nevojë që të jem komuniste për ta dashur vendin tim. Unë e dua vendin tim, edhe pse nuk jam komuniste. Unë e dua progresin e tij. Edhe pse ju fituat luftën, edhe pse ju fituat zgjedhjet, ju nuk mund t'i persekutoni ata që kanë mendime të ndryshme politike nga ato tuajat. Unë mendoj ndryshe nga ju, por unë e dua vendin tim. Ju po më dënoni mua për idetë e mia, por unë nuk kërkoj falje. Sepse unë nuk kam bërë asnjë faj. Unë nuk jam fajtore. Unë nuk jam komuniste, por ky nuk mund të quhet faj. Unë jam nxënëse e Sami Frashërit. Me mua, ju doni të dënoni rilindjen. Kur Sabihaja hodhi hapin e parë drejt kabinetit të Enver Hoxhës, ai po lexonte gazetën Zëri i Popullit. E lambi tavolinë dhe i hodhi asaj një vështrim hetuesi të ftohtë. Gjithë qëndrimi i tij shprehte një fryrje deri në kapadajllëk, ironi e likësi. Prej 5 vitesh, ai ishte një mbret mbi kal, i rrethuar nga ushtarë mizerisë klevërish. E ajo, një vajzë thjesht, apo robin këmbëzbathur, fatmirësisht, ende e palidhur me zinxhir apo gjemba dhe mbjetherës. Sabihaja e kishte parashikuar këtë pritje, andaj nuk shprehu as befasi e as nervozizëm. Ke në dispozicion vetëm 5 minuta. E kam shumë të zënë agjendën e takimeve dhe mbledhjeve. I thaj, pa ja kujtuar nëse duhej të ulej apo të vazhdonte të qëndronte në këmbë. Sabihaja e ka përdiu këtë fyerje, apo harres. Mori një karike, ul këmbë për mbi këmbë, në mes të kabinetit, 1 metër larg tavolinës tij. Edhe ai e ka përdiu këtë fyerje, apo kokforci të saj të njohur. Qysh kur je ulur në atë fron, ti po i vret të gjithë intelektualët. Shumicat kanë bërë vetëm të mira, por, sipas meje dhe të tjerëve, po i vret një nga një, apo në grup, për mëkatin se të njohin mirë në Tiranë, Korçë, Montpellier, Paris, Bruxelles. A jenë ndjeni se qenë dhe njerëzit po zbulojnë kufomat e ekzekutuarish në peri fshatrash e qytetesh? A jenë ndjeni se këto kufoma po lemerisin të vegjelet mdhenjë? Kjo është përshtypja jote, krejtësisht e gabuar e subjektive. Në argument saj, është liria që të kam dhënë ty e miqve të tu prej 6 vitesh, që keni përgojuar emrin tim kafeneve e restoranteve. Liri? Kjo është sipas teje liri? Liria pa demokracinë e një standardi perëndimor nuk mund quhet liri dhe nuk mund tjetohet si e tillë. Kam përshtypjen se ky do t'jetë takimi i fundit mes nesh. Andaj, nuk mund të ri pa ta bërë dhe një pyetje të fundit. Me tenergjint, spionët, këpucarët, marangozët, kriminelët, analfabetët do t'a bësh Shqipërinë?
Enveri vendosi 2 pëllëmbët në tavolinë. Dhe u ngriti zemëruar. Dil jashtë, shporru, mos të të shoh më në zyrën time. Sabihaja doli me të shpejt nga rrugët e kabinetit, duke menduar se si ky njeri mund t'ishte kaq i zbrazët në shpirt. Dhe në këtë moment, ju kujtua një thënie nga Maksim Gorki, shkrimtar ky sovjetik, për të cilin nuk kishte ndonjë simpati të madhe, por i kishte mbetur në mendje kjo thënie. Nga të gjitha mëkatet që fati i bën njeriut, një nga më të tmerrshmit është ajo dashuri që nuk këmbehet. E dua dhimbjen time. Duket paradoksale, e megjithatë e dua. Është bashkëkolltare besnike e viteve të mia. Pa të, nuk jam unë. Nuk mund të jem. Më ka shoqëruar kudo. Në vuajtje. Në trishtim, në fshikullim, më ka shoqëruar edhe në ditë të bukura, në mirënjohje, në admirim, në respekt të realizim, jetuar në të tilla raste me lot shumë kuptimësh e mallëngjim. Nuk më ka braktisur kur. E dua. Urreva diellin, e si të mos e urreja. Ishte aq përvëlues. Urreva edhe shiun. Më fshikullonte pa mëshirë. Urreva tokën dhe gjithçka mbillej në të. Ishin produkte skllavërie. Urreva lulet. Oh, urreva edhe lulet. Mbilleshin edhe ato në tokë. Urreva natyrën, mrekullinë e Zotit. Sa më lodhi, sa më likështoi gjithë kjo urrejtje. Kur një ditë gjithçka mbaroi, bëra paqe me to. E çfaj më kishin. Në kinoteatrin Roza Fat, kur u lexua sentenca me vdekje prej 8 personash, salla e kinemas thuaj se nuk ra mren, prej duar trokitjeve të shmenuna e prej britmave të qiruna, një zhumilje që kishte përvetësu e monopolizu emnin popull, e që e shfrytëzote atë me i dhanë ngjyrat ultrakriminale tanë popullit shqiptar. Na, prej kuvenit franceskan,
me vëmendjen më të përqendrueme, ndiqnim në radio zhvillimin e gjyqit drejt e prej sallës Rozafat. Kur u dha venimi makabër, në vend një heshtje mërtore, unë dëgjun rrahje të shuplagëve triumfante, një sadizmi pa shoq. Aq sa atë ma ti prenushe, nuk mu në përmajt pa thanë. T'lumt, o Serbian, se sot ja dole me i tregu tanë botës marë, se shqiptari me bisht, apa bisht, është një egërsin e vërtet. E ato shfaqje tegra vazhdoshin për ditë, për natë. Gazetat e radioja ja dilnin me mbur këtë triumf të madh kundër armiqve të popullit. Drejtësia popullore, etë se mere vesht këtë term juridik, ja kishte dalë që me e ba mizën bull, të ju nis prej hovit guximtar në një djaloshit të ri, a prej sjelljeve të fëmijëve, me i shfaq si organizata terroriste, njerëzvet, a institucioneve që Partia Komuniste do të me i zhduk. Me angst madh pritej çdo të note. Me 4 mars 1946, breshnit automatikve thyn atë heshtje që dan terrin e dritën. Breshnit vishin prej vorreve katolike, breg zallit Kirit. Ishte i farë zakoni partizan, që të pushkatunt me i lanë rrah për mbi tokën, që popullit me i shtije frigën. Gjithkush e kuptoj që kish ndodhur. Prej tananëve të erdhen njerëz me pa. Pati prej atyne që erdhen aq shpejt, sa i gjetën gjakun e të pushkatuanve dzet të i gurgullu. Kje ndonjeni prej tyne që zori i Shamit Bardh e njeo në gjakun e atë Gjan Shlakot. Nuk mundem. Nuk mundem. Nuk mundem. E pasha dhe unë lakuriq. Vetëm. Pa mi që shok. Unë doj të këpuste një deg da fine. Ka lavdia e shekujve. A dhe unë e dia të uritur, por sa i vogël që e ka. As një gjethe nuk e këpuste dot. Vëllezër, po e kërkuat atë dhe unë, e kam unë. Ndihmoni të qesh. Ndihmoni të gëzoj. Adeu,
është lakuriq. Një hymn i larmishëm degëve të plepit ndihet. Tur me udhëtarve natën në hënë kridhet. E ngre zëri në hijen ku duhet të nxitoj. Lëreni atë që dridhet, të këndoj. Mbi hon po flen detarët që u lodhën, u dërmuan. Deti blu i Vezuvit, të alk squfur i vërshuan. Heshti, kur ky u shua, pushoi, qetësi të gjej. Lëreni atë që vuan, të flej. Kur jeta është e keqe, më të mira ëndrat janë. Dhe sytë e përlotur në qiell vërshimin kanë. Zoti i dëgjon thirrjet, dhe shpresa në qiell ngutet. Lëreni atë që qanë, të lutet. Që të rëshjasin gishtat mbi kitar dhe dridhen telat, dridhen pa pushim. Se ti këndon pasionet jaloshare, se ti këndon për jetë pa mbarim. Aty ti ke kujtime fëminie, aty ti ke çdo gjë që e ke larg. Ti nuk këndon veç këngë dashurie. E gjithë jeta jote është fark. Prandaj, këndo. Këndo si më parë. S'ka gjë se vjeshta qanë me mallëngjim. Se ti këndon pasionet jaloshare. Se ti këndon për jetën pa mbarim. Në gishtat që rëshqasin mbi kitar, shoh një të ardhme si vagim. Saharaja. Larg është Saharaja. Saharaja shkëmb, e rër, e gur, që ka shokve që emrin e saja, dhe nga që s'she ëndra, s'she as gur. Saharaja nuk di të ndëroj, ajo bluan gur me mend e saj. Saharaja nuk ka këngë të këndoj, Saharaja nuk ka as lot të qaj. Saharaja nuk ka miqe shok. Saharaja nuk ka bi as bir. Saharaja është një cop tok. Thonë se dhe me natën nuk shkon mirë. Po, natës si pëlqenë Sahara.
Nuk I pëlqen të ketë veç gur për shtroj. Njerëz, dashuri, fjalë nuk ka. Perqe sa je zez ka që të mbuloj. Asnjë se di se si është ka ta ndisur. Me këtë plag mbi shpinë rruzullimi. Por se thonë në botë është stisur, kur njerëzis I duhej mallkimi. Kur ai përkeqe mba në gojë, Saharaja mban vesh e qesh. Saharaja fillon të gëzoj, kur ne mallkohemi mes nesh. Dhe kur ndroj tërbia rrez e diellit, në gurët e pamyshkët në dritë, I duket velo sa vani qiellit, shkretëtirës shket e shkrepëtit. Prandaj, kur urrejtja saj e fort, e nxehur, mbi dikë mallkon e shfryn, e shan, që nga skuta del kujtim I dehur, dhe thërret me njëherë Saharan. Dhe kur mallkimin shfryn, dhe kur kujtimi në pusin e haresës tret, kur hyn dielli, dhe kur hesh thëllimi, shkretëtirë e shkret, mbetet shkret. Kanë arrestuar me këti unë. Muratorin që kam punuar në 77-ën të depoja. Prej kohësh e kishin në nënvërejtje. Qysh me aratistjen e ëngjëllit. Thuhet si kur ka pasur gisht në atë punë. Prandaj I dërgonin provokator që t'ja nxirrnin. Një nga personeli shëndetësor, pikërisht mamia, e kontrollonte vazhdimisht me vizita në shtëpi. Këtë e di mirë. Me Angjëllin ishte kushëri dhe thonë se e kam bërë rrugën bashk para arratisjes. Disa të tjerë thonë se e kanë marrë për çështje Floriri, kurse të tjerë sikur pas ka folur me turist, të ardhur nga njerëzit e tyre në Australi, dhe se ky I pas ka prur fjalë, e ata kanë quar. Veç këtyre, puna është se kanë liruar disa të internuar në një sektor të myzeqes. Dhe ky arrestim vjen si kundërpesh. Këtë e bëjmë për herë, për ta mbajtur gjendjen të nderë. Sot, kur u kthyem nga puna, morëm vesh se Adelina, e shoqja e Mehdiut, ka varur veten. Tani duket qetësia andej. S'ka asnjë lëvizje. Këto ditë kanë dalë disa gjërat të reja rreth etosisë me Mehdiut.
Ka dalë fjala nga njerëz të Dekës se Mehdiu nuk pranon akuzën. Tani po thonë që për ta thyer i çonin të shoqen. Por para se t'i ballafaqonin të dy herën e parë, e kishin gabuar Adelinën në shkret. Duke i thënë se Mehdiu ka pranuar, edhe kështu ajo u mashtrua edhe pranoi të deponoj sipas qefit të tyre. Pastaj i takuan të dy, edhe e vunë gruan të përsëriste dhe të depononte ato që kishte firmuar. Mehdiu mbeti i habitur. S'thua kështu moj Adelin. Unë i pas kam bërë këto. Ajo u dëshpërua shumë. Se e kuptoj që e kishin mashtruar. E kuptoj që e kishin provokuar për t'i nxjerrë ato që nuk kishte thënë Mehdiu. Zduroj do të më. Sot ishte dita që do të ballafaqoheshin përsëri, prandaj veproj kështu. Ishte një grua shumë e urtë, e pa fjalë. Një herë pa ta punuar afër me të. Ishte me dy shoqet saj, edhe mbëri vend skolinën e tyre menjëherë. Gjë që se bën kollaj njeri kur ka rreshta të mirë. Të gjithëve u ka ardhur keq. Vetë Nuria, kur i vajti në zyrë Filareta, e bia e Mehdiut, u tregua e gatshme për ta ndihmuar për varrimin. Keqardhja është e përgjithshme, por varrimi u bë pa njerëz. Pak më ullësishëm, ngjarja ishte kështu. Atë mëngjes, mbasi vajza, Filareta, u nis për në punë, Adelina ngriti djalin e madh, një 13 vjeç, dhe e dërgoi te radha e gjizës. Pastaj u la vet, u kre dhe shkoi te djali i vogël, një 8 vjeç, që ishte në gjumë. E puthi. Ai u zgjua, por ajo i tha, fli edhe pak. Veshi fustanin më të mirë. Dhe u mbyll në banjë. Pas një ore, djali u zgjua përsëri edhe shkoi në banjë. Por e gjeti të kyçur. U shqetësua se mos i kishte rënë fikët mamas. I foli, pastaj me vrap shkoi te tefta. Lefta, mësuesja, zbriti. U mundua ta hapte, por s'mundi. Doli brapa shtëpisë dhe hapi dritaren e banjës. E pa të varur. Dega u lajmërua me njëherë. Shtëpia u bllokua nga këshilli. Pastaj erdhi makina, trupin e të vdekur se mbështollën ashtu me batanie, edhe e nisën për në lushë. Ndërkohë këtu, erdhën ca nga ata të Degës, edhe hapën një vrim aty afër Xhakut, ku pas kanë gjetur një kuti të vogël. Kështu thonë njerëzit, se askush nuk i pa. Këto javët e fundit është folur që Mehdiu akuzohej për punë politike
Kurse tani na del si pun floriri. Unë bush dynjaja me karkalet. Ka mall njeriu për 10 etë. Hidhen për pjetë, të çajnë turin, lëvrin sheshit më keq se mind. Ca bark jeshile, ca kokë kuqlashe, me brirë në ball, me këmbë si mash. Rojiten sheshit plot zhurë me buj, duke përhapur panik, rëmuj. Kur karkalet si manovrat nisi, xhungël safia i degdisi. Lartë te kojshiu, si dy bajlos, druzhemi pocin me martallos. Me delegacja atje në mal, por me detyr, mision special. I pret balozët, e mbuxhazeja, me uniforme çizme treja. Në gjok si fryr, në vithi trash, as femër, as mashkull, por bylyk bash. Balozët miq, kur prezantuan, të gjithë shtabi u kritikuan. Qysh bët ju mbledhje për bashkëpunim, tokë me Shqiponja, ç'ke ky gabim? Sepse për ne është e beteri, armik Shqiponja jo skifteri. Në djallë Shqiponja e tarikati, për karkalecin ka ardhë sahati. E kot nuk flasim të gjithë ta din, sepse ne kemi goxha doktrin, që nuk një skamje fukara lëk, por vetëm fes, qif e bollëk. Vërtet Shqiponja me përgjërim. Vëllezër, mosni, jeni gabim. Sot karkaleci u flet në erë, po nesër syt ka për t'ju anëzjerë. E mba Gjuzeja, me grusht kanoset, me jargë shku me bardaloset. Ne do të bëjmë çfarë nuk është bërë, sa do të habitet një botë e tërë. Do të kemi qumësht në rubinet. Sa herë të pijet, shkoj e pi vetë. Sa herë të hahet një gjë mirë, një qofte, byrek, ëmbëlsirë, mos luaj vendit, aty ku je. Shtyp një buton, hazër e ke. Unë bush dynjaja me karkalet, ka mall njeriu për 10 etë. Kërcejnë për pjetë të çajnë turin, lëvrin sheshit më keq se min. Në mes pranverës 85, ju ndafi Roma e mbuxhazes. E si për lule që qefi kishte, kur ja dhuronin i gjallë sa ishte, kujt do ja hedhin trupat e shkreta, në për tribuna të buqeta, e kujt ndër podiume, balkone, pjaca, apo lartë në fshatra, në për taraca, kush do e trajtoj problemin thellë, që është patatja hem buk hem gjell? Kush do të zbuloj që bima e dheu kanë shumë dobi nga glasa dhe plehu? Qantë dhe Mileti, veshur me thes, që luste Zotin kur po na vdes. Letra jote o Milen freskone me bgas sa herë këndoj. Më pëlqejnë fantazitë e tua e ndjenjat e tua të pastra ndaj meje. Po ti ko të bëhesh merak për shëndetin tim. Unë deri tashti nuk kam asgjë shqetësuese. Ti vazhdo t'jesh e qetë. Puno, t'shlodhu, e mos u mërzit. Ti e di fjalën e filozofit vjetër që tha: "Ashtë i lumtur ai që është i kënaqur më aq sa ka."
Përpiqu t'i shtrohesh kësaj grim lumturie që na ka mbet. Me pa shoqishojnë më trallë me kujtuet kalumen ton të gëzushme. Unë për vete, ashtu baj. 2 herë që t'kam pa am, kanë mbet në kujtimet tona si ditë paharrueshme lumtunie. Të shoh me fantazi mandej çdo ditë. Shpeshherë çdo orë e çdo çast. Më dukesh sikur të kam parasysh kudo që gjindem në për këtë vend të gjelbër. Me lule e kangë zogjsh. Rrethua me dallg, herë të qeta e herë valvitse. E atëherë ndezet në zemrën time muza e kangës së poezisë. Mblidhen tinguj e fjalë, muzik e poezi. Po këto poezi janë nga ata që s'dolën asnjëherë nga bota ime e mbrëmshme. Ato mbeten vetëm në mua. Faniten e zhduken si ditët e motit. Si tingujt e muzikës, si lulet e prendverës, si çdo gjë tjetër në botë. A thua e baj gabim që si shkruaj? Mundet. Po të shkrumit e poezisë nuk ka gjithnjë për të ta njerëzit një nevojë e domosdoshme materiale as morale. Unë jam një nga ata poet që se ndjen nevojën me shkrue sa herë që frymëzohet. E shkaqet psikologjike duhet jenë qarta për ty e për gjithë ata që më njohin nga afër. Unë tashti po merrem me përkthimin e Dantes. Jam i lumtur me përkthimin e këtij kolosi që mep një satisfaksion të madh e një kënaqësi morale, estetive shumë të madhe. Sot përktheva këngën e 14. Të lutem, sipas mundësisë, më sill ndonjëherë ca fletore me një vijë. Ti më shkruan se do vish në fund majit, por e ke ende të pasigurt. Unë ta kisha thanë e ta përsëris që vetëm sipas mundësive të tua ekonomike e shëndetësore. Si të qoftë ti e di se sa gëzohem unë me t'i pas sytë sa ma shpesh. Unë ty të kam njeriu më të dashur mbi dhe, si që jam përpjek me ta shpjegu gjatë jetës son familjare që në mos pas qenë fort e gëzushme, të paktën e gëzushme dhe patundun ka qenë për sa i përket dashurisë sonë reciproke. Po të pres pra me madh, por i pasigurt mirë. Vjen as vjen. Se di fort mirë se çhallet ta presin rrugën marrë deri këtu. Kaq largë me shpenzime kaq të rënda për buxhetin e varfën të familjes. Të uroj shëndet mirë e gazë në këto ditë bukura prenvere. Unë rroj me kujtimin tënd të paharrueshëm, me kujtimet e njohjes sonë, dashunisë e martesës, me kujtimin e çdo çasti të jetës sonë bashkëtorë, deri te kujtimi i takimit ton këtu, ku erdhe me mpa si besnike e paharrueshme e zemrës teme. Të përqafoj e të puth syt, gjithmonë yti, Marku.